Sot të ftuar kemi koreografin Driton Saqipi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E baletit kosovar po i shtohet një premierë kushtuar ikonës së pavdekshme të muzikës Nexhmie Pagarusha. Driton, ku lindi ideja për një koreografi të tillë? Në fakt, ka shumë kohë, edhe kur kam qenë si nxënës, domethënë na jemi rrit me muzikën e të madhës Nexhmie Pagarusha dhe gjithmonë kemi provu diçka me botë bukur me këngët e saj, po ja erdhi momenti tash që unë po e realizoj, domethënë atë ëndrrën tem të kamoqshme, po jo vetëm me një performancë të vogël, po me një shfaqje tamam të baletit. Kështu që për mua është privilegj edhe kënaqësi, po njëkohësisht mendoj se është edhe një përgjegjësi e madhe sepse e dim se ikona jone e muzikës ka dhënë tërë jetën për kombin shqiptar, domethënë gjitha gjeneratat jemi rrit me muzikat e saja, kështu që është nder edhe kënaqësi për mua me punu këtë projekt. Driton, sa ishte vështirë të përshtatej muzika e saj me lëvizje trupore të baletanëve? Po, në fakt, për me mbajt komplet një shfaqje edhe në fillim kom pas, me thonë, një lloj mëdyshje, sepse dihet se i përket muzikës popullore Nexhmia, edhe po pasi që ka një repertoar goxha të madh, rreth dikon 150 këngë, ju mundu me i gjetë ato këngë, ato muzika që i përshtaten, domethënë edhe baletit edhe dancit kontemporan, kështu që me të vërtetë janë 9 këngë, cilët janë pjesë e shfaqjes, po me të vërtetë janë të përshtatshme dhe na japin një emocion që pa përshkruar. Kështu që edhe gjatë provave më vjen mirë që edhe gjeneratat e reja të cilët unë punoj, po njoftohen me muzikat e saj, me këngët e saj, sepse jo gjithë i dim. Normal që Nexhmia i ka pas hitet e veta, që njihet domethënë për Bareshën, që është ndëgjueshme prej gjithave moshave, mirë po ka këngë cilët me të vërtetë nuk është se i kanë ditë këta gjeneratat e reja, i kanë dëgjuar më herët, mirë po e kanë një melodi, e kanë një muzikë aq të ngrohtë që u përshtat goxha shumë me ato çka unë ku mendu. Edhe me të vërtetë është u dal diçka tepër e mirë. Dhe sa kohë të është dashur të realizosh gjithë këtë punë në një projekt të tillë? Po bëhen 6 vite që jam pjesë e shkollës Prenkjakova si pedagog, edhe për 6 vite kemi arritë që çdo vit t'i mbajmë nga 2 premiera. Kështu që gjithmonë mundohem me pru diçka të re, diçka me kap ndonjë koncept të ri, ideja të cilët përshtaten me kohën, edhe mendoj që këtë vit kemi fillu ka muaj tetor për me punu këtë projekt, fillimisht vetë si shkollë, domethënë me drejtimin e baletit, mirë po gjatë procesit punës kuptohet se nuk mundemi na me ditë se çysh do të shkoj, çysh do del provat, filloj me marr domethënë gjatë procesit me marr në energji, në përmas më të madhe si shfaqje, kështu që dihet se na si shkolla nuk është se kemi buxhet për me realizu ato çka mendojmë na që e kemi idenë, kështu që gjatë rrugës kam bë kërkesë të institucione domethënë të kulturës, veçanërisht e Opera Kosovës, për me pas një mbështetje, një përkrahje, një bashkëpunim, që fatmirësisht e kam vlerësuar idenë, konceptin e shfaqjes, edhe kam pranuar me kënaqësi me qenë domethënë mbështetës kryesor, gjithashtu edhe ansambli Shota, ka mendu me përfshi sepse dihet se Nexhmie Pagarusha nuk ka qenë vetëm këngëtare, ka qenë edhe aktore, domethënë që ka performuar në teatr, ka qenë edhe bashkëpunëtore e jashtme ansamblit Shota, kështu që ka mendu me i përfshi 3 institucione, cilët me dal diçka më e bukur edhe më e përshtatshme për publikun, kështu që jam i lumtur që jam pjesë edhe Opera Kosovës edhe ansambli i këngëve dhe vallëve Shota. I falenderoj 2 drejtorat, cilët kanë përkrahur këtë projekt, kanë përkrahur gjeneratat e reja, kanë përkrahur artistat e ri, edhe me një fjalë e kemi obligim, mendoj se Nexhmia ka dhënë tërë jetën, domethënë me muzikën e vet na ka nderu edhe jemi rrit, si e thash më herët, kështu që secili mënyrën e vet mendoj që duhet
atë sa mundemi me bo për në shenjë falënderimi me bo diçka të mirë. Driton një bashkëpunim i mirë me Operën e Kosovës dhe me ansamblin e Vallëve Shota. Na tregos si do të reflektoj kjo në skenë, një bashkëpunim i tillë? Po, në fakt, nuk ka pas më herët, edhe e vetmja mënyrë për me pas një bashkëpunim tillë ku mendu që është Nexhmia, sepse ajo vetë ka qenë pjesë e këtyre institucioneve, sepse ne e dim se të veprat klasike, për shembull të liçeni Mjellave, Don Kishoti, nuk mundemi me bo një bashkëpunim tillë, me inkuadru, për shembull, ansamblit Shota. Besoj që kjo u konë momentit cilët ne duhet me pas një bashkëpunim tillë, sepse dihet se edhe shumë shpejt 3 institucione, do me thonë Opera Kosovës, Baleti Kosovës edhe ansambli Shota kanë me qenë në një ombrellë, kështu që kjo është veç një paralajmërim ose me thonë një bashkëpunim me pas se çish po funksionon. Kështu që jo është të dalë diçka tepër interesant, edhe besoj që kam i pëlqy edhe publikut. Besoj dhe uroj. Na trego detaje si e keni paramenduar premierën? Jam mundu me bo diçka nga jeta e Nexhmias, do me thonë komplet shfaqja i dedikohet i jetës saj artistike, jetës saj prej e vogël kur ka fillu, prej suksesit, do me thonë karrierës, kulmin kur e ka pas, dashurin kur e ka pas me kompozitorin Rexha Mulliqi, edhe deri në fund, do me thonë pleqërin ose vetmin me thonë. Kështu që mendoj që kur mbrëm, kur i patëm provat thujse të kompletume, po del ma shumë edhe si një film. Histori, si një film, jo si një shfaqje, po si një film. Kështu që gjithë ata cilët janë bashkëpunëtorët e këtij projekti, me të vërtetë janë pa fjalë, sepse thash edhe më herët, kur e dim se për çka jemi të përgatitur, për kënd po bëhet fjalë, normal që ka emocione të mëdha. Dhe kjo do të jetë një premierë në Prishtinë. Keni planifikuar, ta keni edhe në për vende të tjera? Patjetër, unë besoj edhe uroj që kjo shfaqje, do me thonë, do të ketë mundësi me lëviz. Muj me thonë se prej tashve që ka marrë kërkesa, do me thonë, për me lëviz edhe jashtë Kosovës, kështu që planet patjetër se sepse na si vend duhet, do me thonë, të promovojmë vendin tonë me vlerat tona, dhe unë mendoj që një vlerë e madhe është e kombit tonë Nexhmia Pagarusha, do me thonë me shku, me promovu vlerat artistike të vendit tonë ma e mira është për shembull me si që është jeta dhe vepra e Nexhmia Pagarushës. Gjithkohë përfaqësimi jonë ma i mirë dinjitos, mendoj se na kemi vlerat tona cilë duhet me prezentu jashtë. Nuk jom kundër klasikës ose veprave të huaja, mirë po mendoj që është koha, vendi jonë ka nevojë me prezentu sa ma shumë vlerat tona cilët i kemi pas edhe i kemi. Deri më tani, a i shfrytëzojmë mjaftueshëm vlerat tona që i kemi, sidomos gjeneratat e reja, sa din? Po unë mendoj që Kosova përfaqësimin më të mirë e ka pas gjithandej me artistë. Artistët janë promovimi më i mirë i vendit tonë. Këto a kemi dëshmu si në muzikë, si në sport, në kulturë, në përgjithësi, kështu që investimi më i madh duhet më bëhet te artistët. Edhe unë besoj që duhet patjetër deshtëm, sepse këto a kemi dëshmu ndër vitet e fundit, domethënë. Normalisht që edhe këtij projekti i jep rëndësi edhe i jep vlera, sepse janë mundu me pas edhe bashkëpunëtorë, se për në me është një ekip goxha i madh, cilët janë pjesë e kësaj shfaqje, këtij projekti, duke mos lënën anash, dua t'i falenderoj që kanë pranuar të janë pjesë e këtij projekti, duke filluar nga këshilltar artistik, është profesor koreograf Gjergj Prevazi nga Tirana, pastaj janë 2 solistë nga Tirana të operës baletit, Adela dhe Angelo Muçullari, janë 2 skenografe të mrekullueshme, cilët e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, Rudina Xhaferi edhe Shqipe Kamberi. Kam mendu me pas edhe një pjesë të veçantë njëna prej aktorave të cilë unë mendoj që është shumë e mirë në profesionin e saj, Dona Reshitaj, që e ka një monolog të shkruar nga zonja Naime Beqiraj,
edhe me të vërtet po I jep një dimenzion më të gjerë se vetëm dansit, kështu që për ato thash edhe më herët po del si një lloj dokumentari, një lloj filmi, edhe me të vërtet unë po besoj që publiku nesër mbrëma kanë me prit mirë edhe kanë më kënaq me këtë punë që u bë. Me të vërtet po duket një kombinim shumë I bukur. Cilat janë pritshmëritë tuaja për publikun? Sa kanë interesim për shfaqje të tilla? Po vetë fakti, në fakt ne premierat cilët I kam realizuar edhe më herët gjithmonë publiku kemi publik cilët e presin punën tëm se e dinë që gjithmonë kapi tema interesante edhe me të vërtet publik kemi goxha mirë edhe veç se për natën e parë do me thonë nesër thuj se ketë do me thonë nuk ka më venet lira, janë rezervu gjitha, janë për datën 7 maj pas nesër në reprizë edhe disa vende, kështu që vetë fakti cilët është interesimi shumë I madh për me pa shfaqjet baletit, kjo besoj që e thot vetë, me thonë punat cilët jemi të e bo. E përmendet që keni nevojë për mbështetje institucionale. Na tregoj cilat janë sfidat me cilat ballafaqoheni gjatë punës tuaj? Po, të them drejtën, në shkollën Prenk Jakova për momentin e dim se ne, siç e dini edhe tash, janë edhe ushtrues detyre I drejtorit të shkollës Prenk Jakova, edhe do me thonë kemi sfida, jemi pa hapësirë, kemi do me thonë premtime nga kryetari Zotri Rama që objekti do me thonë për shkollën Prenk Jakova ka mu ndërtu, edhe na urojmë që shumë shpejt duhet me fillu se jemi e vetmja shkollë artistike në kryeqytet. Gjithë talentët do me thonë dalin prej shkollës Prenk Jakova, kështu që është momenti kur se po bën mbi 80 vite, edhe ende nuk kemi hapësirë, jemi në hapësirë do me thonë të e shfrytëzu një pjesë të shkollës mjekësisë për fat keq, do me thonë janë kushtet minimale për punë. Sallën cilën ne drejtimi I baletit e shfrytëzojmë, unë e quaj sallë, po ajo në fakt është një klasë e improvizuar në sallë, ku me të vërtet edhe për shkak kushteve që nuk janë jo të mira, vullneti dhe dëshira madhe të gjeneratat e reja është shumë për baletin, edhe për instrumente tjera, si shkollë, do me thonë funksionojmë shumë mirë, ka interesim shumë të madh, ka çdo vit talenta të ri, cilët po na bojnë krenar me një fjalë, po neve nuk guxojmë të ndalemi për me I prit mu bë kushtet, sepse koha, karriera edhe për ato na nuk ndalemi, po besoj edhe uroj që duhet me pas përgjegjësi më të madhe, do me thonë përfaqësues cilët politik, edhe për kundër kushteve, do me thonë, po arrimi me kriju rezultate të mira, këto për dëshmon edhe punat që po bëhet me gjeneratat e reja. Vitin e kalum, do me thonë, edhe baleti kombëtar I Kosovës, edhe ansambli Shota, do me thonë, jemi I vetmi burim, cilët furnizohen, do me thonë, me balerin të ri, kështu që vitin e kalum, 6 balerin të ri, cilët janë pjesë e trupës baletit, janë ishtë nxënësit e shkollës tonë, do me thonë edhe shumica e baletit kombëtar janë prej asoj shkollë cilët kemi dalë, ku edhe unë vetë e kam mbaruar që I përkas gjeneratës parë të baletit pas luftës, po edhe instrumentistat edhe drejtime tjera, do me thonë, janë shkolla e vetme artistike, e thash në kryeqytet. Normal që ka edhe shkolla tjera të muzikës në për qytetet ndryshme, por besoj që ka me pas vëmendje më të madhe kultura dhe arti në vend. Driton për fund na trego, sa kemi talent të rinj? Sa I zbuloni çdo ditë? Dhe sa ka potencial nga vendi ynë? Ka shumë. Dhe e thash edhe më herët, përkundër kushteve, ne do me thonë nuk ndalemi, ne munduemi me nxjerrë sa më shumë talent, sepse ajo është puna jonë, na për atë jetojmë. Edhe është kënaqësi shumë e madhe kur ti I shef gjeneratat nxënësat të marrë pjesë, për shembull tash me baletin kombëtar veç janë me një turne në Amerikën Latine, kur I shohun nxënësat e me të vërtetë mburrna, kështu që është ndjen shumë e veçantë, sepse gjitha I mundi cilën ne e bojmë, në fund shpërblehet edhe është kënaqësi. Unë falenderoj shumë për bisedën, për kohën dhe gjithçka tjetër, ju uroj shumë suksese.
Faleminderit shumë për ftesën, shpresoj edhe uroj të takohemi edhe ju presim nesër në premier.